këta të knetave në për televizor, ç'është kjo punë me Edi Ramën, njerë thot timon, njerë thot tepsi, njerë thot dajre, njerë thot... Por juve ju kujtohet mirë, kur unë ju thosha ma jepni timonin, mos më lini të tjerë në prerë, se nuk bëjmë do të reformën drejtësi me këta. Dhe ja ku doli e vërteta, a i timoni ishte një mënyrë e thjesht për të marrë vesh, por ishte edhe thelbi i asaj fushate. Si që ishte edhe tepsia, se të tjerë donin pjesën në tepsi, nuk donin të çonin Shqipërinë përpara dhe të bënin reformë drejtësi. Dhe sot, shikoj çfarë thon, edhe ju duket vetja të zgjuar shumë, e kujtojnë se mund ta çorodisin popullin shqiptar kur i thon si mund votoni ju për ata gjysmën e qeverisë që kanë burg. Shikoni çfarë mendje. Atëre, këtu është mirë të ndalemi një moment. Të ndalemi një moment për të marrë vesh. Si duhet të ndjehemi ne? Si ndjehem unë, t'ja u them, se këtë e di si ndjehem. Kur duhet të ballafaqohej me faktin, jo gjysma qeverisë, se asnjëri në fakt nga qeveria, një pjesë e atyre që kanë qenë në qeveri, në mandatin e parë, apo në dytin, kanë pasur dhe kanë probleme me drejtësinë. Ne, unë personalisht, sot do të ndjehesha keq, do të ndjehesha sikur ju kisha tradhtuar nëse ju mora votën për të bërë reformën në drejtësi, dhe ju kujtohet mirë se çfarë ju kam thënë, na duhet një reformë në drejtësi për ta çliruar drejtësinë nga pushteti politik. Dhe na duhet një drejtësi që shikon drejt dhe që godet majtas dhe djathtas. E kam thënë përpara se sa të ndodhin goditjet këto. Dhe nëse sot drejtësia do kishte goditur vetëm kundërshtar ose hiç fare, atëherë unë do ndihesha keq me ju. Por sot unë jam shumë kryelart, pikërisht për faktin se ne në këto vite kemi bërë atë që se ka bërë askush në historinë e shtetit shqiptar që 1912.